Si ndihesh tani që ke lënë përputhen? Ndihesh i letësuar apo të mungon ai program? Unë kam kaluar 8 muaj atje dhe normalisht që më mungon disi ajo përditshmëria atje, njerëzit, u mësua me njëri tjetrin, me konkurrentët, me opinionistë, me moderatorën. U bëm gjithë si familje, si grup aty dhe më mungon disi, por që prap duke pasur se kam një ngarkesë shumë të madhe dhe në karrierë, në punë, mu desh pak shkëputje, pak qetësi edhe për të reflektuar me veten shumë gjëra. Çfarë mësove gjatë këtyre 8 muajve në një ambient kaq publik? Çfarë mësova? Ose çfarë ndryshoi në jetën tënde? Jam bërë një njeri më social. Nuk kam qenë kaq shumë, kam qenë edhe pse kam qenë një nga djemt më të mbyllur aty, prap jam liruar goxha. Të jem një njeri pa komplekse, të jem një njeri nëse mendoj diçka, duhet ta them ashtu siç e mendoj, kem lirinë ta them dhe pse ndoshta mund duket e çuditshme për njerëzit, mund të jetë drejt dhe kështu për mua. Dhe shumë gjëra të tjera, më kam mësuar edhe në raport me vajzat si të jem. Kam mësuar të jem më i chillter, kam mësuar që ta shijoj. Sepse ne kemi shijuar goxha takimet me vajzat aty, kemi pasur në vende të ndryshme takimi dhe kanë qenë shumë eksperienca të bukura.